Deri në 6 gusht, qytetarit italian do vrapojnë të mbushin serbatorët e makinave të tyre me naftë, kujdes, jo me benzinë, sepse këto ulje taksa, këto akcize shikojnë vetëm naftën. Pra, ka një diskriminim të kush ka një makinë me benzinë është komplet indiferent ndaj masës qeverisë italiane, por dhe ata që janë me naftë do të kenë një limit kohor brenda datës 6 gusht, dhe kush do të niset me pushime në datën 7 apo si puna ime në datën 8 gusht, do të jemi jashtë të përjashtuar nga kjo masë, nga kjo benefit i qeverisë melon. Që mendoj që nga ana efekt ekonomik për qytetarët italianë nuk ka një efekt mbreslënës, si të thuash tani vërtet po ndryshon diçka. Ka një efekt propagandistik sepse mendoj që në këto datën fillim gushti janë lëvizjet e qytetarëve italianë drejt pushimeve të famshëm, pushimet e gushtit, edhe kështu i detyrojnë që të mos largohen për të mbushur serbatorët. Kështu i detyron të mos largohen, por ka dhe një efekt tjetër. Çfarë po flitet sot nga ana e ekonomisë italiane. Efekti tjetër është kjo, sepse Italia po kërkon, si të gjitha vendet perëndimore, duke marrë shkak nga kriza në gjirin e Hormuzit, në ngushticën e Hormuzit, që të racionalizojë përdorimin e naftës në këto muaj, sidomos me efektet në javë të ardhshme.